Jemi rikthyer sërish në studio dhe jemi tani në hapësirën e telefonatave. Do të mirëpresim telefonatat nga qytetarët për të shprehur shqetësimet e tyre dhe për të shprehur opinionet e tyre për ngjarje të ndryshme që i shqetësojnë. Kam bëritur telefonata e parë në studion tonë këtë mëngjes. Alo, përshëndetje. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Me thonë drejtën, unë e kom për futbolin, Allah. Më djekë shpia dhe me thonë drejtën, sepse sidomos ne tifozat e Tiranës herë, jo ato të egzertus me fjallë, ato që shajnë në pojnë. Unë si kom qef ato shajnë ato gjonat me thonë drejtën, se na uli si kom. Gërthit për ekipin ta dhe bo që atush. Mirë po një gjokë këtu ka i të keqet modhe që quet federat, që po e shkatrop futbolin gati për ditë, me këto arbitra me e fjallë që janë këthym për gjosë qitë vegil. Këta e menagjojnë gjithë sportin shqiptarë, për turp zotit me e fjallë, kuptondi. Shofin sa o minuta, ne ky duka, ky është një riu që them që menova që ky të ta nëjë sportin të ta boj, po ky e shkadaroj sportin atë farë DRG. Mirë boj që e një mote utën, a kupton se një ekip që ka vlera me fjallë, a kupton? Është një ekip që ka lujt gjithë jetën, nuk është o ka bota shti me fjallë dhe tani. Edhe këto ekipet e vogla. Po që si imi mo me drejtë zotit, jo me imi mu me shkadaru sportin, si ekipi Tiranës me shkadaru në atë farë DRG. Tirana përfaqëso gjithë Tiranën, përfaqëson e në shtetin. Gjithë Shqiptin përfaqëso Tirana. Sepse njësët që ka shprefeja e drejta shi, si shka qenë Shkodra, po ta shkatarrosh Tiranën ma atë e Jorgjin, ma atë Albitër, që nuk la lojtar pa i sakatu ka komë dhe në korshme në fjalla, kupton dhe për turp zotit, pa i kastela, pa i... Qa do me bojë? Do me që Tirana nga radioria? Po ja doli Tirana, Qarë boni, qarë? Fitojnë e gjohë, që qidi ekip në krye qytetit. Përfaqëso Tiranën, ma e ti shto me thone dhe. Tirana në qilë Shqipënia. E qartë, mirë zotri, ju falenderoj për shqetësimin tuaj. Faleminderit për shqetësimin. Presim tani një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, zotri? Ta shi me thënë drejtën, i pam nisit e hapjet e fushatave të di kave këto kresorët. Dhe njëherë të falenderojmë ti si gazetarë, e dita hapje fushatave këtine me pavarësisht se sulmet janë nga më të ndryshmet. Vrau Salia, Preu Salia, boni tjetëri, boni këtej, po më në fund kuptoj që diçka, u kuptu një fushatë pasës se ishte shumë e zimët dhe ishte një parti e madhe nga populli. Dhe ata që ishtë ndalë, patë një detyrim shumë të masë, atë të dalë me në fjalë punëtor bashkije, gjelbërimi, gjithë ato njështë të kështu. Gjithsesi, le të bëjnë ato që bëhet më shumë, folit për në pensionistët, që bëhet një rast se sa do majtë përëntimin, këta që do t'jenë për këtë ardhje, dhe i gërkoj këti, se me sa duke taj falimentoj të roj, përëndimet që janë thonë që janë shkrujtë se popli është në kohëm, duhet të mahën, inshallah, i prishtë të mara, po përëndimet, njëri kur bën përëndimet e këtini, duhet të jetë shumë i sakët të punë, se popli është lodhë ma. Inshallah, nuk ka qenë pagabim edhe ki që është shumë pavarësisht se këto i gjukon gjukate prokurori nëse me për këtë punë, se që flasin ata që janë të ngopër, jo Vrau, jo Preu, për këtë sërënë si gjukon tjetër kush. Por në qostë se ka fitim, presim përëndimet të tjenë sakta. Mirë, zotri, ju falenderoj për mendimin që ndatë mëna. Përshëndesim shumë. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zotri? Dhe një pyetje zoti gazetar? Po. Se tani janë bërë gjithë babaxhana, ka filluar engu madhe. Por e ti ke shtëpi? Unë kam, po. Po mi ku unë s'kam shtëpi për këtë votoj? Voto për ato që të thotë që do kesh një shtëpi me kosto më të lirë. Po nuk di, jo, ore, zotri, jemi për jashtë akoma në tërmeti, akoma s'ka asnjë brenda.
Ku do veme? Po mirë, si mendon ti tani, për kë duhet votosh ti? Për ata që të kanë lënë pa shtëpi apo për ata që premtojnë që do t'japin shtëpi? Se mos ma dhash shtëpinë, mos si dhash votën, kush më dhash shtëpinë, mos si dhash votën. Po ti e ke zgjidhur, kush të premton shtëpinë jep votën? Ore, le tjetë edhe nga Maroku, le të vi këtu në qofë se muaj më bëjnë një të mirë, ati të dhe apo. Në çfarë zone jeni zotri? Po Tiranë jemi në Tiranë, se që nuk kemi në Dubaj në. Ku, në cilën zonë të Tiranës? Po zona kombinati. Kombinati, ende nuk kanë përfunduar pallatet e tërmetit. Ka marru dore, po nuk po i ndajnë, që s'po i ndajnë da. Po le të kishin ndarë, po të kishin fut të gjithë. Qa presim më këta? Ku të hymë në kur ke 6 vjetë më vla, kur pagush që ranë 300.000, plus dritët dhe ujë, ne po i blek. E qartë. Hajde ti, ja, hajde ndrojmë e bashkë. Që po qesh? Po se... Ndrojmë ne, nëse kjo është zgjidhje, hajde ndrojmë, po nuk besoj që është kjo zgjidhje. Ja, se është që zgjidhje këto. Se zgjidhje është që ti në 11 maj të shkosh dhe të votosh për atë që ti mendon që do të bëj me shtëpi. Se më ndoshta ti mund t'jesh pak jo, unë jam 50 vjeç. Edhe hoxha për 6 muaj më lodhi të gjithë ushtallarët, gjithë Shqipëria për 6 muaj vutin në Shkodër. Kurse këtu në për 6 vjetë, sukur e një usta, imagjinoje, e të vitet për në një palat. Imagjinoje, po që bëhat shumë vëlla. E qartë, mirë zotri, shpresoj që deri në 11 maj... Une, një ti marrë ato votën darë, se s'ka njërës ma këtu, ike njërës të gjithëre. Nuk ka ropë ma, a di kushme përvejnë ta që janë në për bashki që punojnë. Ta po e vinë mrapa dhe si sa hirë të në këtit. Da vinë e qike meta të tjerë, për druhet të tjerë. Mirë, faleminderit zotri. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, urime për emisionin. Faleminderit zotri. Desha të plas lidhje me fushatën. Po? Shohim këto dy partitë e vjetra që kanë 34 vjet, që vetëm premtime japin, vetëm premtime dhe e dëgjuam të qytetarin e përshëndes që foli përpara. Dhe ky është rezultati që kanë dhënë për punët e tyre në fjalë. Populli është për në atë gjendje që ka qenë mos në një gjendje më mizeria. Ore çfarë pengoi këtë parti që ishte në pushtet për 12 vjetë, të ngrinte pensionet, të sistemonte njerëzit, të kthente pronat, vinë vërdalla lane për zhyrat e gjykatave, në për zhyrat e ASHK-ve, kemi nga 34 vjetë. Ore është një kalvari gjatë për pensionistët, kalvari gjatë për pronarët, kalvari gjatë për bizneset. Nuk guxon njëri që thotë Edi Rama, thotë që të vinë të rritë këtu të hapin biznese, ore sa biznesin të vërsuren. Ore bota e ka kur hap një biznes të ri, një vjeri, i japin dhe kredi, ndihmojnë me kredi zbutur me fjalë, nëse ka sukses e biznesi, ja falin dhe kredin fare, dhe 3 vjet e lëm pa taksa. Tu pa fillua la biznesin të vërsuren gjithë, edhe këto nuk kanë qëllim që të zhvillohet vendi, edhe të rritet biznesi, edhe ta lënë të lidhin shqiptar dhe të rritë shqiptar me pronën, me pasurin, me biznesin. Këta duan t'ja u presin, t'ja u vrasin shpresat, si që o kanë vrarë. Ne shohim se çdo ditë shohim rrëmbejnë burimet e ujit, rrëmbejnë pronat me forcë. Edhe halakër unë nuk e di se që vjetë turk që dalin për televizion hapin fushatat, nuk e di. Ky popull po ja dha dhe herë votën këtyre, tash nuk e di ky popull pastaj nuk quhet më popull. Ç'a të themu, këto kisha për të thënë. Faleminderit zotri. Faleminderit për mendimin tuaj. Presim tani një tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe falendero këtë parafolqin e përshëndes të. Një kohë si dhe ty, për përgjigjen që i dhe atë telefonit praktik, që i the mënimet maj, voto atë që për me shpi, ose... Po se zgjidhjen aje ka thjesht? Po pra, zgjidhja thjesht, zimi qenë për këtë. Por unë habite në fushatën elektorale të Edi Ramës të lindjes, një fushat me kërcimin e Belinda Ballukut. Kjo Belinda Balluku do kërcej pas me të majtë kjo matë balë. Ore, shiko ku mi arritur, do me thënë, kara morali për tokë. Me gjithë to vjedhje së ndalën burgje, edhe vazhdon, prap kërcet. Pa moral kjo. Është gjitha pa moral. Nuk e di jemi shqiptara, apo jemi, a që jemi ne.
Edhe unë nuk e di... Po mirë, ta bëjmë kështu si bashkëbisedim. Nga mendon ti, zotëri, që i buron të gjitha i gëzim Belinda Ballokut për të kërcyer dje? I buron nga duket mirë qeverisja, edhe optimiste për mandatin e 4, kjo parasysh. Se Edi Rama tun pasaportën në 2030 në Europë. Dhe më thonë që më të majë përgjithësi për këtë mandat, nëse pretendoj që ta fitoj. Edhe habitem me kur thot që Kneta, Bufi Kneta, unë nuk do të mërëja s'kana, po Bufi Kneta nuk e di që a lidhja ka të Bufi e Kneta, të Pedeja po të Berifa Bufi, jo Kneta. Tani Kneta, të imi sinqertë se nimi me kam tokë, du t'imi me kam tokë, ne imi dvjetër tani, unë kam kalu 3 sisteme gati. Tani Kneta këtu partia Semeliuse e disenifit edhe vazhdojnë edhe sot kjo partia social komunista, por i lindja. Edhe këtu ne duhet ndalojmë sot, e ta fikojmë vetën mirën pasqyrë, e të matëm i mirë i dashur, sepse këtu, të tha dhe ne nuk kemi dalë nga shinat. Te votat mendohet mirë, për vetën e vetë, gjithë se cili për vetën e vetë, për fëmijët e vetë, për tarsmen e vetë, jetë me një rokë, gënjet me një rokë edhe të vazhdoj. Po të shufe premtimet, edhe cili është e që manë premtimet. Për mua, Edi Rama ka dëftim që në fillim, nuk po fotëm ti në mërë me radhë. Po cilën do të votojmë? Do votojmë qeverisën Berisha. Do votojmë Berisha me dua po se duam ne. Sepse po të nëmëroj. Firmosje stabilizim asocimit. 1. Antarësimin e NATO. 2. Liberalizimi i vizave. 3. Hapa gjikant këto, për mua. Rruga e kombit, pa fut këtu, rrugë tjera, që pa fillu dhe rrugë në Arbrit. E të Elbasan që gati e mbaroj, dhate. Pa fut shkolla, spitale, një në tjetër, difishim rrogas dhe pensiones. Drita 24 orë. Dëhën mujnë e parë, drita kemi pas 24 orë, që kemi pas me kuvizim 4 orë. E qartë, mirë zotri. Edhe gjithë këto premtime a i realizoj, përveç ujtë. Pra ne do të shohëm që Berisha, timi sinqert, atë që e thot, e mbani dashur. Të falenderoj për kohën. Faleminderit për mendimin tuaj, zotri. Presim tani një tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjesi, zonjë. Dhe të flisja pak. Po, jeni drejt për së drejti. Faleminderit. Cili është problemi juaj? Te lagja 16 në Durrës janë bërë gjitha ato pallate dhe janë rregulluar, të gjithë janë të sistemuar, mbrapa ambulancës janë një shumë pallate që nuk janë rregulluar të parafabrikate. Nuk e di arsye, u bën 2 vjet që nuk e di pse s'kan vënë në dorë. Të lutem, janë të urrëzuar. Na vjen turp, më thojnë fëmijët, o nëna, mëra, pallati në kokë, të vista shikosh, ta verifikosh, do thuash, o zojnë pas ke të drejtë. Lagja 16, Lagja 16, mbrapa ambulancës, pallatet parafabrikate. Vetëm ta shikosh do të merrohesh. Me qartë. Gjithë janë bërë 18, 16, ajo 8 është bërë, vetëm kjo mrapa ambulancë ka ngelur 4-5 pallate që nuk janë bërë, për arsye nuk e di. E qartë, mirë zonjë, ju falenderoj për mendimin dhe për shqetësimin që ndatë. Presim tani një tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Jasat. Përshëndetje. Mirë mëngjesi. Irini? Po, zotri, jeni drejt për së drejti. Po. Ullni zërin e televizorit edhe na dëgjoni nga telefoni, që të mos kryejmë vonesa. Po, zotri, si u grit. Mirë, faleminderit. Edhe për ju gjithashtu. Me më dëgjojmë këta që në bëjnë në thirrje për këto votimet. Detyrime kanë ata, janë njerëzit e Berishës, që i paguan Berisha, që i bëjnë populli thirrje për të votuar. Po ndoshta kanë mendimin e vetë, ata pse duhet i paguaj dikush? To më vush me një y, që akoma e paguan Berisha atë me leka. Që janë këta Berisha të ndyrë këshumë. Që kërkona shumë me i kriminell të Berisha do të kalojnë akoma. Apo a ju Amerikani që erdi në pasirje. Shpun ka Amerikani këtu të bajthire popullit. Amerikani ka erdi për Berishët. Nuk ka erdi për popullit të bajthire popullit të votojnë për Berishët. Faleminderit shumë. Faleminderit zotri për mendimin tuaj. Presim një tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Përshëndetje.
Mirëmëngjes e përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Flisni, jeni drejt për së drejti në koha për të zgjuar. Ja, ti uli. Pa, ullin zërin e televizorit, që të mos vonesa. Po një gjoja kryetarin e opozicës që thoshte do të shpëtojmë Shqipërinë nga vjedhjet. Njëkohësisht thoshte do të kthejmë rinin në Shqipëri. Gjoa mira që të shpëtojmë Shqipërinë nga vjedhja, por nuk është Sali Berisha ai që mund të shpëtojë Shqipërinë. Pse mendoni që nuk është Berisha ai që mund të shpëtojë Shqipërinë? Sepse Sali Berisha ka vjedhë vetë. Si i boni Sali Berisha, si e mori zirin e lalësi. Si mund t'i ktheje rinin në dhe kur Sali Berisha boni krimin më të madhin ku shkatrojnë mbi 500 fabrika uzina. Si mund t'i jape shpresë Shqipërisë Sali Berisha kur në kohën kur Jugoslavia Miloševići vriste e priste Kosovarët dhe Sali Berisha fornizonte Miloševićin, ngriti kompaninë Shqiponia e fornizonte me naftë dhe me armatim. Kjo atrasti ndaj Kosovarëve dhe trasti ndaj Shqipërisë. Si mund t'jape shpresë Sali Berisha kur në 97-ën hodhi armatimin durte e poplit. Si mund t'jape shpresë Sali Berisha kur nëziti një luftë civile veri jug, kur nëzori avionet për të bombardu jugun, kur mlodhi Tani shumë prej këtyre që ju thatë, zotri, janë të paverifikuara dhe janë në, po themi, në vazhdën e legjendave që populli në prodhon ko pas kohe. Kështu që të flasim për gjëra që i dim me kompetencë dhe të mos flasim tani për avion që bombardonin jugun e për kompani që... Të flasim për gjëra që i dim, për gjëra që i dim. Mirë, zotri, ju falenderoj për mendimin tuaj, dhe ishte telefonata e fundit e zotërisë, por qëndroni me programacionin në vijim, pas pak do t'jemi me edicionet e lajmeve me të tjera zhvillime.